të përdjekur politik ose ish të përdjekur politik ose antar të familjeve të përdjekurve politik janë jo vetëm pjesë e lëvizjes bashkë, por janë dhe pjesë e familjes time. Xhaxhai i mamas time, i quajtur Avduraman Hila, është dënuar me 12 vite burg, ka bërë 12 vite burg për arsye politike. Akuzën e ka pasur tentativë të rrëzimit pushtetit me dhunë. Edhe ka bërë 12 vite burg, ka qenë njeri mirë shkolluar, ka bërë një shkollë ushtarake në Itali. Megjithëse vllajin e vet, gjyshin tim, e ka pas partizan, siç janë familjet shqiptare. Ai ka qenë i dënuar politik dhe pastaj ka çuar një jetë shumë të vështirë përpara, me 1001 probleme. Edhe familja time mëje e ka ndjerë këtë lloj presioni që vinte edhe tek ta pastaj, duke pasur xhaxhain të burgosur politik. Stërgjyshim po ashtu nga maja ime, domethënë babai i gjyshës time ka qenë i dënuar politikisht mbas luftës. Kështu që unë i njoh prehistorive familjare, vuajtjet, përjetimet, edhe mënyrën se si mendojnë të burgosit politik, po edhe familjarët e tyre. Edhe gjithmonë kam pasur respektin maksimal për vuajtjen e tyre. Kjo më ka dhënë, besoj unë, këtë ekuilibrin e duhur për të vlerësuar kontributin dhe vuajtjen e gjithë secilit. Dhe unë në jetën publike edhe private, në bindje kam qenë gjithmonë i majtë, në të majtës demokratike, mirë po edhe publikisht shpeshherë kam folur me vlerësim të madh dhe me kuptim të thellë për vuajtjen dhe për nevojën e kësaj shtrese, e para për respekt edhe dinjitet, se nuk është çështje vetëm e rekompensimeve financiare.